Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. I uroj suksese, por merr fund misja mes dy ish-banorëve të Bigut. Pas shumë muajsh hamendësimesh dhe pyetjesh nga fansat, Anisa ka vendosur të flasë për marrëdhënien e saj me Lelën, me të cilën kishte krijuar një miqësi të fortë gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme të Bigut. Dhe pas përfundimit, miqësia vazhdoi për një periudhë kohe të caktuar. Dy vajzat shfaqeshin pothuajse gjithmonë bashkë në evente dhe postime në rrjetet sociale, ndërsa Anisa kishte udhëtuar madje deri në Itali për ta takuar dhe kaluar kohë me Lelën. Megjithatë, me kalimin e muajve, ndjekësit vonë re se diçka kishte ndryshuar. Mungesa e postimeve të përbashkëta, mos ndjekjet në rrjetet sociale dhe heshtja e të dyjave ngritën dyshime për një ftoje mes tyre. Tashmë Anisa ka konfirmuar publikisht se marrëdhënia nuk është më ajo që ishte dikur. Me Lelën nuk kam kontakt çdo ditë që kemi pas më para, ajo ka jetën e vet, shoqëninë e vet dhe unë ja uroj krejt të mira dhe shumë suksese në jetë, ka shkruar ajo në një përgjigje për ndjekësit në Instagram.